Në kuadër të këtij emisioni, në këto minutat në vijim, do diskutojmë për ndikimin, për rreziqet, për përgjegjësitë e aktorëve politik dhe institucional, dhe për këtë bisedë me shumë kënaqësi flas me juristen për media Flutura Kusari, që është drejt për drejt. Unë gjatë jeta Flutura. Përshëndetje, faleminderit për ftesën. Do ta nisim me thelbin direkt, me gjuhën që përdori Kurteshi ndaj AGK-s, duke shfrytzuar shkurtesën, akronimin AGK për Asociacioni i Gazetarëve të Kosovës, duke quajtur Aleanca e Grupeve Kriminale. Cili është rreziku direkt nga kjo qasje? Kështu, do të thonë, ajo që ka po na tani, dje me reagimin që ishte një reagim i dytë ose i tretë nga ona e Kurteshit, është në fakt një sinjal se çfarë po i pret gazetarët në ditët në vijim, sidomos kur fillon fushata zgjedhore. Këqyre, nëse folim në përgjithësi, do të thonë duke mos përmend qoftë vetëvendosjen, qoftë Sami Kurteshin e tjera, duhet me fol për lirinë e medias në kuptim të përgjegjësive që i ka shteti. Dhe në kuptim të përgjegjësive që i ka shteti është që në njërin anë duhet me marrë masa, mu mbrojt liria shpresë, me bo ligjet mira e tjera, dhe në anën tjetër janë disa detyrime që quhen detyrime negative, që i bie mos me bo kur gjo, në mënyrë që me u cënu, të cilat do të kontribuonin në cënimin e lirisë së shprehjes ose lirisë së medias. Na çka jemi tu po në rasti i vetëvendosjes dhe të Kurteshi, jo vetëm ditët e fundit, po në përgjithësi prej se lëvizja vetëvendosje ka ardhur në pushtet, është çato obligime të cilat shteti i ka, në këtë rast bara e përgjegjësisë bie tek vetëvendosja, jo vetëm që nuk është duke i zbatuar, por është duke bërë pikërisht e kundërtën e asaj çka duhet të bëjë sa i përket standardeve ndërkombëtare. Na jemi shtet që dojmë me qenë anëtare e BE-s, jemi shtet që dojmë me qenë anëtare e Këshillit të Evropës, dhe është e qartë se si duhet të reagojë shteti, këta e bëjnë të kundërtën. Tash pyetja është pse pe bujnë, mendoj që është shumë e qartë. Është strategji e lëvizjes vetëvendosje që të krijojë narrativën kundër mediave. Kjo narrativ kundër mediave është me i pa mediat edhe aktivistët sikur armiku i popullit, dhe rrjedhimisht është thirrje edhe cytje, unë besoj edhe për dhunë ndaj tyre, sidomos dhunë digjitale, dhe është thirrje mos me i besu mediave, ashtu që çka do të na thot neve pushteti, si publik me e besu edhe mos me qenë në asnjë mënyrë e sfiduar që janë narrativa e tyre propaganduese. Çka do më thënë nëse një fushat, një narrativ e kësaj natyre ka sukses, çfarë do më thënë për lajmin e saktë të vërtet, për manipulimin e të vërtetës pastaj, kur gjithçka kontrollohet nga shteti ose nga partia shtet, sikurse i kemi shembujt e sistemeve të skaluarës? Mendoj që duhet me pa në disa rrafshe. Ajo që mu mbrengos shumë dhe cila më nxit me reagu është rrezikun që unë e shoh ndaj sigurisë së gazetarëve. Që kjo për mua është brenga kryesore. Dhe është brengë kryesore për shkak se jo dini me punën që e bëj në ICPMF në Gjermani, punojmë në shumicën e vendeve në Evropë. Dhe ne kemi pa që rastet e sulmeve fizike dhe rastet e sulmeve të vrasjeve, ndonë se është shkalla ma e lartë e fataliteti që mundet me ndodhë një gazetar, shpesh, jo gjithmonë, por shpesh janë të ndërlidhura me dhunën digjitale. Pra krijohet një klim ku pastaj eventualisht për njerëz që janë ose mbështetës të një partie politike ose edhe jo domosdoshmërisht, ju do këtë shumë lehtë me sulmu, fillimisht në mënyrë digjitale, online, e pastaj edhe fizikisht gazetarin. Dhe na e kena pa të rasti klan Kosovës. Unë nuk mendoj që ka pas ndaj cenim më të lartë të sigurisë fizike të gazetarëve se sa në datën e zgjedhjeve të fundit kur po i prisnim rezultatet në shkurt. Dhe kur e pam që në disa qytete, në të njëjtën kohë u sulmonin gazetarët, për shkak se çasaj i kishte paraprit kjo narrativa, duke nis nga vetë kryeministri që i targetoi mediat. Kjo është njëra rrafsh dhe sigurisht që rrafshi tjetër është i dekurajon gazetarët. Jo ndoshta këta që janë duke punu tani, po pse duhet një i ri
të e po çfarë narrative bëhet ndaj gazetarëve, pse duhet me zgjedhë atë profesion, edhe me vetë dëshirë me hy këtij profesioni kaq të rrezikshëm. Dhe rezultati përfundimtar i krejt kësaj është që na kena me pas më pak informata, më pak njerëz të guximshëm që na informojnë. Nuk duhet me qenë gazetaria dhe profesioni i gazetarëve sikur fush betejë ku tihen me luftu. Edhe për fat të ketë që ashtu bo, fal narratives që është të kriju dhe domin ose çmimin përfundimtar, përveç e paguajnë vetë gazetarët dhe mediat, e paguajnë edhe publiku sepse mbetet më pak i informuar për çështje me interes publik. Çfarë të bëjnë gazetarët nëse fillojnë të ndjejnë se kjo që folët ju mund të përkthehet në realitet? Qëre, gazetarët janë pushteti i katërt. Ata në njërën anë e kanë qatë pushtetin edhe qatë fuqin që me informu publikun, po që aty kryhet pushtetit tyre. Ata nuk janë policia, ata nuk janë prokuria, nuk janë gjykatat, prandaj janë grup që unë kisha me qujtë shumë vulnerable. Grup të cilët ka nevoj për mbështetje dhe ka nevoj për edhe reagim në situatat të ndryshme. E para që është me rëndësi për të gjithë akterëve të cilët janë prezent në domen publik, është me rëndësi me theksu që Asociacioni i Gazetarëve të Kosovës, jo vetëm që nuk është asociacioni i grupeve të kriminalizuara, po është një prej organizatave me renome të jashtëzakonshme në nivel evropian dhe bën punë fantastike në dokumentimin e sulmeve ndaj gazetarëve. Prandaj nuk është e vërtetë çka ka thonë Sami Kurteshi, por vërteta është që është organizuar shumë e mirë. Gazetarët nuk janë vrasës me pagesë, por janë njerëz që janë në domenin publik për me na informu, dhe të cilat shumica prej tyre e paguajnë një çmim edhe personal, sepse në gazetarët nuk kanë orar punës. Ti e përfundon që të emision, por nuk ki me shku në shpjellë me thonë u kry dhe nesër unë zume ditë. Ki me ne 16-17 orë me përcjell çka po ndodh, sepse nesër ka me të dashur me bot temë që ka ndodhur në mbrëmje e tjera. Pra është një çmim personal sepse nuk munden me ndo për jetës familjare. Dhe nuk është e vërtetë që gazetarët janë vrasës me pagesë. Ata janë njerëz që kanë nevojë për mbështetje. Pra e para është mu siguru që kretna që kena me theksu çto, edhe e dyta normalisht që çashtu që policia dhe prokuria aktivizohen e ofru mbrojtje të afërt e tjera, kur një fjalë sot e vogël thuhet ndaj ndaj politikani, në raste të tilla i bëj thirrje edhe policisë edhe prokurisë që të mosin nivelin e rrezikshmërisë që vjen si pasojë e atyre deklaratave. Pra nuk ka fol kushdo, po ka fol një përfaqësues i partisë më të madhe në vend dhe indirekt ka bërë thirrje edhe cytje për me i sulmu gazetarët. Kështu që pres për autoriteteve me mot nivelin e rrezikshmërisë dhe me vepru si duhet. Tani, nuk e kemi vetëm zotin Kurteshi që përfaqëson vetëvendosjen në KQZ, që ka gjuhë të ashpër ndaj edhe cytse ndaj mediave dhe gazetarëve. Më përpara kemi pasur edhe ministre, zonjen Gërvalla, e cila madje ka pas quajtur një gazetar konkretisht, e ka quajtur edhe rrugaq. Domethënë, është pushteti aktualisht që ka gjuhë të ashpër ndaj medias. Kur jemi afër zgjedhjeve, kuj do t'i konvenojë gjithë kjo çfarë po ndodh? Do t'i konvenojë atyre vetë që kërkojnë votën apo do t'i konvenojë dikujt tjetër? Leonard Kërquku nuk është rrugaq, është një prej gazetarëve me profesionistë që e kemi, është moderatori jashtëzakonshëm dhe këtë ja ka thënë edhe Gërvalla kur ka pranu në fakt me shku në emisionin e tij. Pra ja ka pranu në supozimin që do të trajtohet ferr, bazuar në standarde etike dhe ligjore dhe ashtu është trajtuar. Tash, rreziku i strategjisë vetëvendosjes është që i inspiron edhe këto partit e vogla si Guxo e tjera që të sillen njëjtë. Sepse reagimi online është shumë i ashpër. Pra nëse Kurti e thot një fjalë, atëherë normalisht mbështetësit e tij thojnë bravo, që ashtu duhet me abu. Kështu që besoj që Gërvalla inspirohet shumë nga Kurti dhe nga vetëvendosja, thotë pse të mos përdori edhe unë një gjuhë të tillë, dhe pastaj kontribon në çdo denigrimin e mediave. Na këto nuk janë raste të izoluara. Pra nuk është një person një ditë Kurteshit, nesërmën Gërvalla, zgjoni më ngjasojmë po i sulmojmë gazetarët. Jo, është strategji e mirë menduar, e orkestruar, e inspiruar, e ushqyer nga gjithë ata që e mbështesin pushtetin aktual.
Prandaj i duket shumë lehtë një ministre me denigru një gazetar, një media e tjera. Mirë po, ajo që më shqetëson mua, për te asoj që apo shohim nga pushteti është që nuk kemi reagim nga ana e presidentes. Qysh është e mundur që presidenta, e cila e ka në portofolin e saj, jo vetëm të tregoj unitet dhe t'i bëj bashkë gjitha aktorët, po e ka në portofolin e saj edhe mbrojtjen e demokracisë dhe të drejtave dhe lirive të njerëzit. Bile ka pas një forum i cili me sa diu në forum super i dështum për të drejtat e njerëzit, dhe ajo minimumi që mund të bëj është të dalë dhe të thoj që besojnë në lirinë e shprehjes, që gazetarët duhet të mbrohen dhe që kanë mision të rëndësishëm. Pra heshtja e saj, në fakt flet shumë për ato si presidente dhe flet shumë për mandatin e saj, e cila gjatë të cilis krejt që kemi pa në raport me media është ose duke i denigru mediat, ajo me familjen e saj, ose duke u thirrë në dezinformim sa herë që flitet për lirinë e medias, dhe fakti që thirret vetëm në dezinformim të kallzon shumë çka mendon për mediat. Mirë po, ne shpresoj që ajo reflekton dhe që kudo e thot një fjalë, qoftë ajo dhe fjalë shumë e përgjithshme në mbrojtje të AGK-s dhe të gazetarëve. Çka do më thënë për Kosovën kur qohet në këmbë një Evropë, përfshirë edhe Federatën e Gazetarëve, por edhe Bashkimin Evropian, që të kërkojnë llogari për këtë gjë, të mbrojnë gazetarët në Kosovë nga gjuha e përfaqësuesve të pushtetit. Cili është mesazhi, cili është sinjali që qohet nga Kosova në Bashkimin Evropian dhe në botë për gjendjen në vend? Mesazhi është qëni sa keq çka po ndodh në Kosovë, sa shqetësuese është, sa rënde kanë situatën gazetarët edhe organizatat edhe aktivistët. Kjo është mesazhi kryesor që i shkon prej Kosovës, prej një vendi që ka qenë kampion. Unë e kam fatin që përmes të punës jam çdo platformat ku diskutohet liria e medias në nivel evropian. Dhe sa herë që është folur për Kosovën, duke qenë edhe vetë kosovare, normalisht e kam pas kryt nalt. Dhe kam thonë po, për shkak të historisë tonë mas luftës, na jemi në një situatë ku ka liri të shprehjes, ka pluralizëm, gazetarët janë të lirë. Nuk është mo situata e njëjtë. Dhe normalisht dikush kish me thonë, po gazetarët prap munden me u shpreh, po normalisht që edhe gazetarët edhe në aktivistat shprehemi dhe kemi me vazhdu. Po pasojat janë tepër të rënda. Domethënë sot ti duhesh mu përgatit, emocionalisht duhesh me përgatit familjen që nëse thu diçka, një kritik sa të vogël, ki mu masakru online. Dhe mesazhi është që situata është përkecu dhe kjo është reflektuar në të gjitha indekset dhe raportet ndërkombëtare. Kudo, merë cilën do raport, raportet të cilat me qëra fjalla jënë lavdruma për para nga vetë Kurti, sot ata na qesin në pozita tepër tulta, mas ultigati në rajon. Dhe kjo është rezultat direkt i qasjes këtij pushteti, qoftë përmes ligjave, kundër kushtetuese, siç ishte ligji për KPM, qoftë përmes denigrimeve, ose qoftë edhe përmes mosmarrjes së asnjë iniciative që përmirëson lirinë e medias. Dhe unë po them, i kthehemi asaj që thamë në fillim. Pse është kjo problematike? Është problematike për sigurinë fizike të gazetarëve dhe është problematike për atë se si informohet publiku. Pra tash çast shumë është polarizuar kjo çështja e raportit me media, so që pushteti po don me kriju një farë narrative që beson ani neve. Bile ka deklarata me sa mbaj mend të vetë Kurti ku thotë referojeni informatave zyrtare. Jo, absolutisht jo. Narrativa do të me qenë referojeni gjitha burimeve, sidomos gazetarëve. Dhe qëtu e shoh qatë rrezikun kryesor të kredibiliteti i gazetarëve. Është me rëndësi që gazetarët mu bo bashkë, është me rëndësi me kallëzu solidaritet. Une e kuptoj që në fushën e gazetarëve konkurenca nga njëherë edhe i komplikon raportet në mes të mediumeve. Po në situata kur të gjithë gazetarët, pa përjashtim, quhen vrasës me pagesë, nuk ka aty më pëlqen ky gazetar, s'm pëlqen ky gazetar, po reagoj. Krejt na duhet me reagu në mbështetje të gazetarëve, sepse pa juve nuk ka demokraci, nuk ka informacion. Kështu që po e shfrytëzoj çet moment mas pari me ton shumë faleminderit që po i kushton hapësirë që saj teme, po edhe me bë thirrje për solidaritet edhe më të madh në mes të vetë gazetarëve dhe shoqërisë civile. Fluturat, faleminderit shumë për kohën që ti dhurove për ne për të folë për një çështje që i prek të gjithë gazetarët direkt edhe mua pra. Faleminderit shumë. Faleminderit për hapësirën. Çdo të mirë.